për të mos e dramatizuar, do të thoja që vetmikimi është vetmohues, që do të thotë në momentin që ne vetmjekohemi, ne bëhemi shkaktar që ke vetvetja jonë të dëmtohemi. Është një vetdëmtim, sepse një trajtim jo i duhur sjell pasoja dramatike për shëndetin e secilit nga ne deri dhe fatale në disa raste, fatkeqësisht. Unë mendoj dhe çdo profesionist mjekësor duhet të evokojë që secili nga ne në momentin e parë të një shqetësimi, të një ankese e cila zgjat për disa orë mbi një ditë, duhet patjetër të referohet sistemit shëndetësor, qoftë edhe mjekut të familjes, që është kontakti i parë. Secili nga ne duhet ketë një mjek familje që i referohet një situatën e tij dhe në rastet sidomos kur ka problematika specifike, pra ka që në fëmijëri apo në rini që ka problematika të aparatit urinar dhe jo vetëm, duhet të referohet me njëherë mjekut nefrolog apo mjekut kardiolog, pra specialistit të shqetësimit të sëmundjes bazë të tij. Është e vetmja formë për të parandaluar kronicizimin e sëmundjeve, përparimin që mund të jenë deri edhe fatale.